Festat e 28 dhe 29 nëntorit Vlora u mbush me vizitor ku pjesa më e madhe vinte nga Kosova. Qyteti bregdetar ofroi një atmosferë festive, aktivitete kulturore dhe një mbrëmje plot gjallëri, duke u kthyer në një prej destinacioneve më të preferuara për pushuesit gjatë kësaj periudhe. Në mbrëmjen festive të organizuar në Regina City, vizitorët e intervistuar nga Blu Televizion u shprehën të entuziazmuar jo vetëm për programin e aktiviteteve që Bashkia Vlorë kishte përgatitur, por dhe për pritjen dhe shërbimin që morën në hotelin ku qëndruan. Sipas tyre, festa, dekorimet dhe mikpritja vlonjante e kanë bërë këtë vizitë të paharrueshme dhe shumë prej tyre deklaruan se do të rikthehen sërish në qytet. Ne nga Gjakova, kaloj mirë, urime dhe festa e niset në Ndorit, inshallah të na gjejë kjo festë me të mira e të bashkuar të gjithëve. Si ishte eksperienca juaj? Eksperienca mirë, ne vim si shpesh në këtë qytet, kalojmë bukur, pritja është nivel, gjitha gjërat janë nivel. S'ka kur shumë më bukur. Edhe juve faleminderit që keni bërë këtë vizitë, e na keni ndëruar, neve si kosovar, e dëshiroj që të na gjeni mirë më mirë, të keni suksese me teshme, si shqiptarëve kudo që janë, ta kalojnë sa më bukur e i përshëndes gjithëve. Ju keni qenë vizitor këtu te Regina? Po, këtu, me thonë drejtën, në kajën gjitha në nivel, gjitha ka qenë pa mua asgjë, nga shërbimi, nga gjitha gjanat këtë nivel, i falenderoj gjithë këtë stafin i këtij hotelit, ne ka prit një pritje që nuk zaventohet. Një pritje edhe muzika pak na ka shoqëruar me ato të mirat, kështu që neve si dy shifta si kjo ekip jemi shumë të kënaqur. Edhe juve falenderoj që na bëut këtë vizitë, e pashit punën e mbar. E gjitha suksese në jetë ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Jena shumë të lumtur, shumë mirë po kalojmë. Respekt shumë. Keni zgjedhur Regina Group për të kaluar këtë festë, si keni? Po mirë. Të festa zakonisht premton, shtunën, dillën, 3 ditë kënar për festën e Keni gjithmonë për festat e mëngjesit? Për herë të parë po vi, për Prizenit jam. Keni ngel të kënaqur nga Vlora? Jashtëzakonisht. Më ka met shumë përshtypje, besoj që edhe vitin e ardhshëm, jo 100%, po 200% ke marrë. Po t'ja bëj edhe një reklam ku jemi të rrit me në Regina City. Gëzuar festa. Faleminderit edhe ju për respektin. Respekt. Po, kemi ardhur dhe shumë mirë, po kalojmë, u kënaqëm. Shpini mirë, gjithat mirat. Si u organizua 28 nëntori? Keni të kënaqur? Po, na kena ardhur prej Kosovës, organizim veçantë. Po, mirë. Keni zgjedhur Regina Hotel për të kaluar? Po, kemi zgjedhur. Vini Dhe shërbimi, po, edhe para 2 vite kemi qenë. Do vim gjithçysh. gëzuar festa. Faleminderit e juve, gëzuar. Në Vlorë për të festuar festat e nëntorit. Po kemi ardhur në Vlorë, vim çdo vit. Kështu jemi një grup yoga. Jogës, disa shoqe edhe kemi ardhur. Jeni shoqe? Po, jemi shoqe. Keni ardhur dhe vite të tjera? Çdo herë, çdo vit vim e festojmë. Këtë vit keni ngel të kënaqur me organizimin? Po sigurisht, shumë të kënaqur jemi. Për ato dhe vim çdo vit. Gjithashtu keni zgjedhur Regina Group për të kaluar? Po, sigurisht. Edhe vitet e tjera kemi qenë të njëjtin vend, në Regina. Shumë të kënaqur jemi, shumë jemi të kënaqur. Falenderojmë. Shumë falenderoj. Gëzuar festa. Faleminderit edhe juve. Keni ardhur në Vlorë? Po, kemi ardhur për ta festuar, sepse jemi një komb i ndarë për gjysmë, edhe ne ndjejmë veten si shtetin am, edhe shumë mirë na keni prit, sidomos hoteli, udhtimi, kështu që shpresojmë që bëhemi bashkë një ditë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Shumë bukur jemi të kalu. Kemi ardhur një grup i madh nga Kosova, pritja është fantastike, me shoqëri. Jemi një grup i jogave, plus 5 vjet, kështu që ne organizojmë, shkojmë në shumë vende, e tash kemi zgjedhur këtu për 28 me ardhen në shtetin am tonë.
Shumë e bukur, kemi qenë edhe erave tjera, edhe për pushime, edhe për gjitha vijem. Organizimi për festat? Edhe për festat shumë mirë ka qenë, me autobus kemi ardhë, shumë mirë. Keni qenë më përpara, keni qenë po këtu të Regjina? Të Regjina unë jo kanë qenë këto shoqët e ima, e mia, unë për herë të parë në këtë hotel, po ishte shumë fantastik. Pritja është shumë nivel, respekti është në kulm, do me thonë jemi shumë të kënaqur. Çdo gjë është mirë, me ushqim, me pritje, me pastërti, me të gjitha janë nivel. Vlora vijon të jetë një prej destinacioneve më të frekuentuara të muajit nëntor, duke treguar edhe një herë potencialin turistik të qytetit edhe jashtë sezonit veror.